Një 24 vjeçar nga Sukthi ka rënë në prangat e policisë pasi akuzohet për promovim publik të dhunës në institucioneve të rendit. Devis Faruku, banues në lagjen perimore të Sukthit, është ndaluar gjatë një operacioni të përbashkët të Njësisë Rajonale Antiterrorizëm dhe Policisë së Durrësit. Sipas hetimeve, në një video të shpërndar në rrjetet sociale, Faruku bënte thirrje publike për djegjen e një makine të policisë së shtetit, duke përdorur gjuhë të dhunshme dhe duke nxitur qytetarët të mbështesnin veprime të ngjashme. Po e bëj këtë video që të tregoj se në datën 1 maj do të djeg makinën e policisë, 5 euro benzin, 1 euro çakmak. Dëgjohet të thot ai në video. Pas verifikimeve dhe koordinimit me strukturave, ai u arrestua dhe ndaj tij rëndojnë akuzat për thirrje publike për veprime të dhunshme dhe prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje e armëve të ftohta. Drejtoria e antiterrorit po vijon ndjekjen e çështjes duke vlerësuar rrezikshmërinë e përmbajtjes së shpërndar dhe ndikimin që ajo mund të ketë në publik. Ndërkohë policia e shtetit u bën thirrje qytetarëve të denoncojnë çdo përmbajtje të ngjashme në rrjetet sociale, duke garantuar reagim të menjëhershëm dhe ndjekje të plot ligjore.